Rritja e menjëhershme e temperaturave ka shtuar përhapjen e zjarreve në vend. Gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 24 vatra zjarri, të cilat sipas Ministrisë së Mbrojtjes dhe Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile janë neutralizuar të gjitha pas një pune të pandërprerë të forcave operacionale në terren. Këto vatra zjarr janë evidentuar konkretisht në Vlorë, Fier, Vau i Dejës, Malësi e Madhe, Rrogozhin, Durrës, Kuçov, Lezhë, Kurbin dhe Has. Kryesisht zjarret kanë rënë në sipërfaqe me bimësi, o si pasojë janë djegur rreth 9 hektar sipërfaqe me shkurre e barishte, si dhe 200 rrënjë ullir në vatrën e evidentuar në fshatin Frakull në Bashkinë Fier. Në 2 raste, zjarret janë evidentuar në 2 banesa, njëra në fshatin Zagor, Bashkia Malësi e Madhe, dhe tjetra në një shtëpi të pabanuar në vendin e quajtur Mali Kolajt Velipoj, si pasojë janë shkaktuar vetëm dëme materiale. Në të gjitha operacionet për shuarjen e zjarreve janë angazhuar 32 automjete zjarr fikse dhe 222 forca operacionale. Ministria e Mbrojtjes u bën thirrje të gjithë qytetarëve që të shmangin ndezjen e zjarreve, sidomos gjatë këtyre ditëve që temperaturat kanë rritur vlerën deri në 40 gradë Celsius.